Ministria e Bujqësisë mbylli aplikimin për skemën ndihmëse të karburantit për fermerët. Mbi një muaj e gjysmë më kohë, në dispozicion të fermerëve, ka qenë afati kohor për plotësimin e dokumentacionit të duhur për të përfituar. Dokumentacioni përkatës në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnjë e kanë plotësuar rreth 24.400 fermerë, ku përfshihen qarqet Fier, Vlorë dhe Gjirokastër. Drejtoria rajonale ka afatin e saj kohor prej një muaji për të verifikuar dokumentacionin dhe matjet në terren dhe për çdo mangësi do të ketë mundësi për plotësim, thot ndër të tjera drejtori i Areb Lushnjë për jugun e Shqipërisë, zoti Ferdinand Shani. Deri në këtë moment numri është rreth 20.500, 20.480 fermer. Vazhdojnë të ketë aplikime, pavarësisht se që rreth një muaj e gjysmë periudha e aplikimeve vazhdojnë të vinë. Ka qenë një periudhë normale të aplikimeve, nuk ka patur dyndje, aplikimet kanë qenë shumë korrekte, pasi dhe dokumentacioni ka qenë më i shkurtuar, pasi një pjesë të mirë dokumentacion ne kemi marrë nga aplikimet e viteve të kaluara. Në vazhdim do vazhdoj me kontrollin administrativ të dosjeve për të plotësuar defektet që kanë dosjet, problematikat që kanë dosjet.